shqiptarët nuk ka rëndësi se si ndanë brenda për brenda vendit. Në parti, në grupime është e drejta e tyre, në demokraci jemi, por ama kur vjen problemi për çështjet kombëtare, për çështjet e shtetformimit, për çështjet e të ardhmësit, atëherë këtu nuk ka më parti, këtu ka qëndrim të njëjtë, unifikues nga e gjithë klasa politike shqiptare. Këtë e kam parë dhe edhe juve besoj dhe çdo qytetar e shikon që për fat keq më kujtohet ajo parolla që për një plesht i vëm zjarrin jorganit dhe shpesh ne për inat të kolegu tim që nuk më vjen pas apo nuk më jep vota, nuk më mbështet, ne për fat keq kur marrim një pozicion. Pozicioni dhe funksioni që marrim është dhe duhet të jetë para së gjithë është përgjegjësi e përgjegjshmëri përpara çdo qytetari shqiptar, cili do qoftë ai për sa i përket qëndrimeve politike. Zoti Prenga, duke u përqendruar te argumenti juaj i fundit, si është e mundur që politika zyrtare e Tiranës nuk i arrin të imponohet Athinës duke kërkuar asaj zgjidhjen e çështjes Çame, çështjen e ligjit luftës që vijon të mbetet në fuqi që prej vitit 1940, apo edhe atë të fundit që ka të bëjë me delegitimimin e kufirit detar, ku marrëveshjen e qeverisë kaluar gjykata kushtetuese hodhi poshtë në vitin 2009. Unë mendoj që klasa politike shqiptare ka bërë gabime të pafalshme, nga krahu i djathtë, ekstremi i djathtë deri në ekstremin e majt. Për fat keq ajo çfarë vazhdojnë të bëjnë përsëri është mos referimi tek ekspertët, tek specialistët, dhe atëherë kur ata i marrin, për fat keq ju japin si mund themi parimi i karrotës me shkopin, pra me kulaçin dhe kërbaqin, pra i japin diçka për t'i joshur në këmbim të shtremrimit të realitetit dhe të paraqitjes së ekspertizës ashtu siç dëshiron klasa politike. Klasa politike në këto 35 vite qeverisës e flas gjithmonë, për mua nuk ka qenë e qëndrueshme, nuk ka qenë vizionare dhe për fat keq nuk i ka mjaftuar koha për të punuar për kombin shqiptar, pasi ata kanë vazhduar dhe vazhdojnë të punojnë vetëm për veten e tyre. Zoti Prenga, ka dyshime të caktuara që tregojnë edhe në rastin e vizitës fundit të ministrit të mbrojtjes së Greqisë se Athina është duke bashkëpunuar me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndërkohë për të zhvilluar projekte energjetike në detin jon, pra për të pasur iniciativa të caktuara apo investime të caktuara, ndërkohë që çështja e detit mes Shqipërisë dhe Greqisë ende nuk është zgjidhur. Ju si e shikoni rolin e Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë rast, duke qenë se dhe ambasadorja amerikane në Greqi vizitoi pak kohë më parë kryeministrin Edi Rama? Unë shikoj edhe besoj tek ajo që të gjithë presidentët e Bashkuar të Amerikës politik në të gjitha periudhat kohore e Amerikës ka thënë dhe vazhdon të qëndrojë besnike që nuk ka miqësi të përhershme, por ka interesa të përhershme. Nisur nga kjo parull, ata kanë qenë dhe do të vazhdojnë të jenë të lidhur drejt për së drejtë dhe të përqendruar tek interesat e tyre. Unë nuk duhet sjell në vëmendje thënie një gazetar italian, ndoshta jo ligjërat të drejtë, që është interesante, tha që kudo që shkon në për konflikte e gjendet Shtetet Bashkuara të Amerikës aty del naftë. Në këto kushte do thosha që lobi që pas lobit izraelit në Amerikë është lobi grek që ndikon fuqishëm dhe ata vazhdojnë të ndikojnë për realizimin e qëllimeve dhe të interesave të tyre. Dhe detyrimisht, krahasuar me lobin shqiptar që do thosha nuk ekziston, ose më saktë është i padukshëm, ose aq më keq që politika qeverisës e ditës nuk mendon për të nesërmën as për perspektivën e këtij vendi, ata e kanë gjetur krejt të lehtë dhe kënaqin në një farë mënyrë, po marr vetë shembullin nga vetja ime, detën që është një detyrë dhe deta kënaqet me një joshet, me një gjë fare të vogël, duke harruar detyrimin që ka në pozicionin dhe funksionin që mban. Kështu që ata luajnë dhe kanë mbështetje të jashtëzakonshme nga ana e Amerikës për arsye të interesave të përbashkëta ekonomike që kanë. Në këtë kuadër, edhe lëvizja që bëri ambasadore si quhet theksut e Shtetet Bashkuara në Athinë, që erdhi shpejt në 2 vizita blitz dhe shumë rufe për të vendosur e për caktuar
ato strukturat energjetike që lidhen me gazin kryesisht si në detin jon ashtu edhe në Korçë. Kështu që këtu do të jetë ajo pjesa që ne vazhdojmë të kënaqemi me pak dhe nuk shikojmë jo për të përfituar atë që nuk na takon, po për të qenë dinjitoz në përballjet, në diskutimet dhe në marrëveshjet që nënshkruajmë. Si mendoni, sa janë të lidhura lobi grek në Amerikë, zhvillimet në raportet mes Shqipërisë dhe Greqisë, si dhe ndikimi amerikan përmes Greqisë për të nxjerrë gaz apo naftë në detin jon, dhe nga ana tjetër blerja e Sazanit nga dhëndri i Donald Trump, Jared Kushner? Unë do ta filloja nga kjo e fundit, për sa i përket ishullit të Sazanit. Ajo akoma nuk është në nivelin, pra s'ka marrëveshje paktën de facto që është blerë apo s'është blerë. Po themi blerën thojza, po. Si do të shfrytëzohet dhe si do të përdoret, ajo është për të parë, por Sazani ka qenë një nga pikat dhe nyjet nevralgjike që janë vendosur, kanë funksionuar dhe pastaj janë ndërprerë marrëdhëniet me Rusinë, sepse ai ishull nuk i përket vetëm Shqipërisë në aspektin strategjik, por i përket edhe rajonit në të cilën nga aty ku është mund të kontrollohet, e përdoret jo vetëm për turizëm, por edhe si një bazë e fuqishme për të patur një pikë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ashtu si Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë në të paktën në 3 kontinente strukturat e tyre ushtarake dhe diplomatike thjesht dhe vetëm për interesat e tyre. Ne përgjithsisht shqiptarët duhet jemi mirënjohës Shtetet e Bashkuara të Amerikës në çdo moment, pasi ata kanë qenë që kanë vendosur edhe për këtë Shqipërinë londineze, edhe për Kosovën që jemi sot këta që jemi. Detyrimisht që kjo është pjesa strategjike dhe mirënjohës që ne duhet të kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Detyrimisht që nuk kemi arritë të krijojmë për fat keq as lop, siç e thash, do ta kemi shumë të vështirë për ta krijuar një gjë të tillë, pasi vazhdojmë të lëvizim në skakierën politike ndërkombëtarisht me shumë dallime, me shumë përplasje dhe jo si një trup i vetëm për të përfaqësuar vendin, secili shkon për të përfituar e për të realizuar interesat e qasjet të tij, pa çka se harron se është duke shah një pjesë të saj, është duke denigruar një pjesë të vetës vetë, sepse Shqipëria më përket mua, ju përket ju, ju përket gjithë shqiptarëve. Dhe nëse unë dal për të përfituar diçka të qastit, edhe përdor çdo lloj perifrazimi për të denigruar, kam denigruar në një farë mënyrë veten time, sepse edhe unë jam shqiptar, si dhe ti je shqiptar, si dhe çdo qytetar, brenda dhe jashtë vendit. Dhe këto për fat të keq, brenda territorit të Shqipërisë, politika shqiptare nuk e di nga se, mbas edhe e ndikuar, sepse shërbimet e fshehta të huaja punojnë, kam bindjen që e kanë realizuar më së miri qëllimin e tyre për të na mbajtur të përqarë, edhe për të na orientuar nga orientimi bazë që ne duhet të kemi për të punuar për vendin, për qytetarët dhe për të ndikuar tek komi shqiptar, kudo që shqiptarët jetojnë, për të zbatuar atë parullën që e kanë në preambull në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kudo që cënohet një amerikan, ai është qytetar dhe ne do ta mbrojmë në çdo mënyrë. Zoti Prenga, si mendoni pse Greqia kërkon me ngutë për ta mbyllur sa më shpejt çështjen e kufirit detar me Shqipërinë, ku është bërë ditur para disa vitesh se kjo çështje, pra është bërë ditur nga vetë kryeministri Edi Rama se kjo çështje është dërguar në gjykatën e Hagës? Unë mendoj që ata duke patur problemin që ne kemi deri në 2007 mbyllur kapitujt e pastaj në 30% të gatshme të përgatitur në detyrat e shtëpisë që na ka vënë Bashkimi Evropian për të mundur u integruar në Bashkimin Evropian, ata duan ta shfrytëzojnë këtë moment, është vendimtar për ta, sepse nuk besoj se u vjen më një shans i artë i tillë për të ushtruar presion deri ndoshta edhe tek vetoja, por që nuk besoj se do të arrijnë, pasi situata e sigurisë globale, zhvillimet në arenën ndërkombëtare dhe marrëdhëniet e rritjen e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare do thosha nuk e favorizojnë shumë Greqinë që të mund të kapet pas vetës, por presionin ajo do ta ushtrojë dhe ky është momenti i dur, ata kanë kapur momentin e dur për të ushtruar presion
përballë Shqipërisë, e pse jo dhe në organizmat ndërkombëtare siç është Bashkimi Evropian, me përfaqësuesit e vet për të ndikuar në mënyrë të fshehur nën rrogoz apo në poshtë tavolinës dhe në mënyrë të drejtë për drejtë, sepse ata nuk është ju vjen keq për këtë çështje, ata kërkojnë maksimumin e mundshëm si çdo vend kërkon për të përfituar në aspektin ekonomik në realizimin e marrëveshjeve ndaj vendeve të tjera. Negocimi është çështje që i zgjidh dhe i parafron problemet. Por nuk mund shkosh në negociat, të ulesh në tavolinë kur ti shkon me ultimatume, ultimatume për sa i përket çështjes së detit apo diçka tjetër. Gjithsesi, çështja e detit unë mendoj se në e para që rrëzoi gjykata kushtetuese në 2009 dhe pastaj kthimi në rinegocim në 2017 dhe 2018, mendoj se do të ishte o drejt presidenti shtetet mes njëra tjetrës, apo me ndërmjetësime një palë të tretë, do të ishte shumë më e mirë dhe e favorshme që të realizosh zgjidhja dhe të arrish në marrëveshje vendet mes njëra tjetrës dhe jo për ta çuar çështjen në Hag. Pasi siç edhe pak më lart e përsërita, eksperienca që ka shteti grek me ishujt e shumë, që rrethohet nga të gjitha anët me dete, me mira ishuj, do thosha ka një eksperiencë, por fshi këtu e pan lobimin dhe ndikimin tek ekspertët që do të merren për këtë çështje, duke sikur çështja është dërguar për të mos u fituar. Nga ana jote. Zoti Prenga, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit juve, një ditë të mbarë. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.